Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 17 maj 2025. Dashi. Ditë e rëndësishme, ka ardhur koha për të dëgjuar veten dhe gjithashtu për të deklaruar dashurinë tuaj, nëse është e përshtatshme. Vlen të fillosh të bësh planet e së ardhmes. Demi. Ju mund të rimarrni dashurinë dhe mirëkuptimin që po kërkoni. Mos u tërhoq, ti je një nga shenjat më të forta të momentit. Binjaket. Do të keni mundësi të jetoni marrëdhëniet më mirë me familjen. Dashuria zgjohet dhe kjo ditë mund të jetë shumë interesante. Pajtimet me virgjëreshën apo ujorin. Gaforja. Ju keni një problem me paratë, mirëmbajtjen e shtëpisë ose transferimet. Mbrëmje e qetë dhe pak dëshirë për t'u shoqëruar. Në këtë pikë ju vetëm duhet të jeni të kujdesshëm ndaj dikujt që po përpiqet të marrë diçka nga ju. Luani. Sot ju gjeni kapacitetin tuaj për veprim dhe optimizmin tuaj. Në dashuri është e mundur të merrni një sqarim të rëndësishëm. Virgjëresha. Është e mundur që brenda pak javësh të duhet të zgjidhni një mosmarrëveshje të vjetër që ka mbetur pezull. Çifte më të brisht në krizë. Peshorja. Ka lodhje fizike dhe gjithçka që duhet për t'u rikuperuar është pak pushim. Në dashuri, nga ana tjetër, mosbesimi është një e keqe që ka rënje të thella. Gjatë kësaj dite do të ndiheni pak të shqetësuar. Akrepi. Kjo rezulton të jetë një ditë e mirë, do të jetë e lehtë të kuptoni njerëzit përreth jush. Mundohuni të ndiqni dëshirat tuaja dhe të bëni vend për dashuri, të re apo të vjetër. Shigjetari. Për dashurinë duhet të bëni zgjedhjet e duhura. Duhet të kujdesesh pak më shumë për një antar të familjes. Britsjapi. Ditë intuitive, interesante. Dashuria juaj fillon përsëri. Ujori. Gjeni forcën për t'i dhënë fund marrëdhënieve jo të kënaqshme. Ndonjëherë jeni ju të paqëndrueshëm. Peshqit. Përfitoni nga momentet e lira për të qenë me miqt, ndonjëherë ndiheni sikur nuk keni referencat e duhura përreth. Në dashuri po bëni më të mirën e një situate të keqe, duhet të mësoheni me një situatë të re, gjendje personale. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.